Kuptoni mi këtë rregull në jetë, se këtë jetë që tu apë. Allahu xhallahu ala kërkon nga ne që ta adhurojmë. Dhe mënyrën e adhurimit, dhe kohën e adhurimit, dhe formën e adhurimit, aja e cakton. Aje dhe me thonë i përkushtuar në rrim ku do të qiqet Allah azhet. Ku do të qiqet Allah azhet. Kuptoni mi këtë rregull në jetë. I kurorizoj 10 vite të themelimit të një mediumit vogël me një davet modest dhe që quhet muslimani i dashur. Këtë jetë që tu apë. Këtë jetë që tu apë. Njeri, dhe më thonë të drozër, nga natyra e ti është që ka frikë nga panjohura. Përsa shtirë shohet një sen, ama kur të një tani shkan mirë. Si të ndërën pak, të një ditë njoftuat me te prap ka problema. Na zakonisht kemi probleme nga bartjet. E kom përmen edhe rase ndryshme se nëse e analizojmë për shembull çështjen e kohës. Ku na humb koha, mas shumë ti humb koha te mos kuptimi i ajetit që Allah ka thënë fe idha farakta fansab. Kur e krysh një punë, vazhdo. Ne e kryjmë një punë, për shembull, një projekt një muaj, 2 muaj. Që për shembull Ramazani, një muaj të angazhim. Mas Ramazani sa pushojna me marr veten, një 7-8 muaj. Një 7-8 muaj. Ka mundsi një vëlla musliman si xhamatli, si vëlla musliman, si aktivist më ka shumë mirë. Po për shembull jetën bashkëtorë nuk u gjin mirë apo, nuk di mu gjin. Tash aty ka tjera pozicionime, tjera çështje. Dikush thotë po djali mirë u kon, kur thosh nuk është mirë, ai devotshëm është, po nuk di mu gjin si burr tash, E kërkon përshtatjen përputhe me rrethanat edhe me situata. Prandaj aftësia për të përshtat me rrethana të reja garanton vazhdimsi. Pa aftësia dhe jo gatishmja për të përshtat zakonisht e shkutir nga mund të dhe obligimet që ai ka. A duhet me kuptu se Allahu Azza wa Jall nuk lejon njëri me komë një gjendje. Na sprovon me gjendje të caktuara, kuptoni mi këtë rregull në jetë, se këtë jetë që tu apë. Allahu xhallahu ala kërkon nga ne që ta adhurojmë. Dhe mënyrën e adhurimit, dhe kohën e adhurimit, dhe formën e adhurimit, aja e cakton. Aje dhe me thonë i përkushtuar në rrim ku do të qiqet Allah azhet. Ku do të qiqet Allah azhet. Për shembull ke pa, do njerëz din me adhuru në falëndrim, po jo në durim. Do njerëz din me adhuru në durim, po jo në falëndrim. Kur s'ka pas, kur ka sot më ngusht, më i devotshëm ma xhamatliu kon. Ja ka qenë Allah azhet ta zgjon vak për xhamatat, për shembull. Mos interesimi për këtë pyetje bën njerë që mu kaplu nga plotësia dhe me u largua. Prandaj mendoj që kjo është një lojë keqe e shejtanit në bashkëpunim me nefsin e njeriu që i alun njerit apo fokus me ditë kam vetë pak focona pak të bëj të fazat tranzitore kushtueshme që domethënë ato kalojnë ka 10 vjet edhe hala sa ka vetën e tij në ndrim të pozicionit. E këshilla më që njeri pavarësisht me kënjë kone ku ke qenë ato. Me njerëz nuk po du me kushzu me Allahun azza që kanë interesant. Shikoje për shembull në çdo situatë që ka kërkon situata që ti përgjigjesh Allahut me robni atë. Ti e robi ti. Që të kërkon çështë, këtë e kërkon çështë, atë e kërkon çështë, kudo që e kërkon, përgjigj Allahut azza xal me të qenit robi Allahut te bareke u taala. Andaj Allah ka ne për shembull don që ti me adhurim me durim, aty ke qef me falërim. S'dan ai me falërim, s'po dan, po do me durim. Ka qenë sprovë ai që ka sprovën pengoj se ti shakon se e vëllai shna shesha, po si e çashtu ti jep. Ai po don që ti me kon çështot, jo me kon çështot. Qase nëse nuk përshtatesh, tretesh humb edhe shkputesh fatkeqësisht, kush e di pastaj kë shkputje, çfarë distanca nga bregu i shpëtim mund me tregu Allahu na rrugë.